Është drejtuese 3 kompanive të tepër suksesshme në vendin tonë. Është ndërmarrëse, është krijuese, ideatore, sjell energji pozitive, kur çiftet bëhen nervoz, kur nuk din ajo në mirë as janë mirë para dorësmeve. Unë po besoj që ajo e luan rolin e psikologës, i këshyr detajet, këshilluese dhe gjithçka tjetër. Pra, sot në studio e kemi një gru e cila ka ndërtu një univers të tërë nga emocionet, estetika, detaji që nuk harrohet asnjëherë. E nëse keni qenë ndonjëherë në cilën do prej dorësmave në Prishtinë, në shumë prej tyre në fakt, edhe nuk ju ka lënë me harru momente, detajet, perfeksionizmin të cilën e keni po, atëherë nëse një event është duk si në revista është një emër. One e kam knacin që themelusën dhe drejtoreshën e 3 brendeve të fuqishme në Kosovë, Grand Events, Grand Decor dhe Grand Flowers, e kam në studio. Ajo e cila krijon edhe përvoja. Sot me mua është Shemsie Dërmaku, e cila njihet për publikun si Shema. Knacësi që të kam në studio. Faleminderit shumë. Vetë kërkesën e juaj e pranova me shumë dëshirë. Ishte pak puna e orarit, bile kisha klient në këtë periudhë dhe kënë shumë të mirë kuptueshëm, e shtym për ma bon. Si të kom me shëndet, me disponim, që shpo trajton jeta? Mirë e pushushme tani, e pushushme, pasi normal kemi pas një sezon shumë ngarkuar. Januari është muaj i qetë, shkurti pashtu, marsi edhe ai tek ishte edhe Ramazani. Mirë po tani prillin vesh fillojnë vikendet dhe prej majit jemi të ngarkuar çdo vikend në 2 sallat me dasma. Mos flas për sezonin që është çdo ditë. Nëse duhet me përshkruaj me një fjalë Shemën jashtë biznesit. Kush është ajo kur nuk ka evente? Shema jashtë eventave apo jashtë biznesit është një gru normale, bile një ambise shumë e mirë në atë periudhë, sepse derisa verës nuk mbri me përgadit, nuk mbri me umar me shtëpinë, është kjo periudha kur unë tamam kthehem edhe bëhem ambise. Gatuj, pastroj, me mirëna me të gjitha gjana që ka nevojë një gru për shtëpinë e vet. Definitivisht. A ke qenë Shem gjithmonë person që i ke këshyr detajet, që ju ke jep vëmendje detajeve, apo jeta të ka mësu mu bo detajiste ose perfeksioniste në këto drejtime? Po kthena dhe njëherë të pyetja e parë, se me që dash përgjigjen, po flas nëse është djali ose vajza aty ndëgju ose burri thonë, e pse s'po tregon që ti jashtë sezonës rri shumë edhe në shqipe, sepse kur s'kam çka bëj ndihem si e smut, për ato mas një mirë me punë të shtëpisë. Është fakt që jam person që mësu me punu vazhdimisht dhe nuk i di pse nuk kam pëlqen shumë me najt. Domethënë kur rri arsyetoj vetëm, po më dhem kryt edhe i nërçeve. Sakt, po domethënë po te ki një punë jashtëzakonisht intensive për 5 muaj të vitit, nëse muj me thonë kështu, që e ki çdo vikend, tani fillojnë datat ku është çdo natë, me 2-3 evente, edhe po besoj që ajo të konsumon sikurse ne që punojmë gjatë krejt vitit. Realisht dallon pasioni prej profesionit dhe duke qenë që unë kam pasion, nuk ndihem e lodhën. Ta thash më shumë ndihem me lodhën ku nuk kam çka bëj, dhe për me arsyetu vetveten, domethënë nga një herë thon po më dhem koka veç me ushtri për me arsyetu vetveten pse po rri, sepse mendoj që një njeri i shëndosh duhet me punu, jo me najt. Sa mirë, sa mirë. Prej cilës mosh Shemi e ke pas që entuziazëm, që të pasion për dekor, për lule, për evente? Në fakt, kjo është ajo që tash dallon pasioni prej profesionit, sepse profesionin unë kam kryer shkollën e mesme të mjekësisë për infermiere dhe kam punu në ordinancë private, pa ta regjistruar edhe fakultetin, dhe duke e parë që është lami e cila nuk më pëlqen, domethënë e pash nuk është për mua. Edhe pse mu ka shpagu ajo pjesë kur kam pas motrën e smut në kohën e pandemisë dhe kur nuk kanë mujtë marrë infermierët me dhonë infuzionet e me kujdes për to, është i vetmi detaj kur tom sa mirë që kam kryer një shkollë të mesme të mjekësisë. Mirë po, nuk është që mjekësia më tërheq, domethënë lulet e bukura gjithmonë ka tërheq. Dhe në fillim, kur kemi fillu, është dasma e parë e shtatorit të vitit 1999, kur është bo për familjar, dhe asun atë ko nuk e ka mendu që ditën ku jam sot. Mirë po, kur aty bona dekorin ju pëlqej musafirve, familjarve, kuptohet, fillun kërkesat prej klienteve, atëherë pash unë do të me lonë ordinancën private, do me u përkushtu te ky biznes, sepse është diçka që po më pëlqen. Dhe është shumë interesant
Burim ndihmon shumë, po nuk e ka profesion, nuk e ka pasion, edhe më thotë si ka mundësi 3-4 orë me një par klienta, me nejtë ta keme folë veç për dasën. Në fakt për dasën jo më gjendi me folë deri mëngjes, sepse si ke dhe vetë që dush me lutë edhe rolin e psikologës. Deri sa ti profesioniste në këtë fushë edhe qiftit bje me kërkesa, dush mi tregu çka funksionon edhe çka nuk funksionon këtu, sepse ne kemi dije që pjesa më e madhe e dasmave bëhet nga diaspora, shqiptarë që jetojnë jashtë dhe ktheheni bujnë dasma të Kosovë. Dhe derisa ata nuk janë këtu normal, dush me qenë se roli i wedding planner, dhe më tonë e kam lutë para se mi pas venut lokacione tona, dhe kur nuk kam resht duke studiu në këtë drejtim. Dhe më tonë kam shku, kam kry kurse të ndryshme në Itali, askush nuk mi ka kërku diplomat. Po thjesht kam dasht me ecë me kohën, me qenë në hap me trendet në Evropë, dhe kjo më ka ndihmu që tani sallën Grand Event dhe Grand Venue me vendos në hartë që t'jetë destinacion për dasma të huja. E ke përmend që jenë gjendje deri në mëngjes me folë për darsma. Po ti veta e ke bu darsmën e madhe kur je martuar? Po, realisht buri ka qenë studime në atë kohë në Kroaci dhe duke qenë që në kohën kur ishte ai ish minister, pastaj ndodhi lufta në Kroaci dhe ata u bënë shtet i pamvarur. U rritën kostoja e regjistrimit vitit, provimeve dhe unë kam qenë ajo që vjerit, i kam thonë mos bë dasën, ty marr parasysh kushtet të cilat i kam pas. Dhe ata duke pas një djalë të vetëm, dhe më thonë e di që ka hy borxh në atë kohë e ka bo dasmën, të cilit sot jam i falenderohem, pse unë e di çka është një çift kur bon me hynë sallë, çfarë stresi ka, çfarë emocione. Nga njerë tonë po mos kisha bu në dasën vetë, nuk e di sa kisha mujtë më kone suksesshme në këtë drejtim. Dhe ka pas detaje, tani po flasmi për dasma të 99-s dhe këtij viti janë ndryshimet janë drastike. Tani ju një gjenerata ma treja, po gjeneratat e vjetra e din që dasmat në fillim, para lufte kur jënë bon në restorante, po dhe pas luftës fillime, kanë qenë pritja musafirve ka ndodhë deri në ora 10 mbrëmje dhe çiftet kanë hyrë 10 ose 10:30, në ora 12 është dashur me kry dasma. Gjitha investim dhe më thonë për 2-3 orë. Tani fatmirësisht ndryshimi është shumë i madh për të mirë. Dhe më thonë sa i përket respektimit të orarit të ardhjes musafir tani vinë me kohë dhe dasmat fillojnë me kohë. Në fakt ku e kemë mangësinë e kemi ende te konfirmimi. Te konfirmimi shumica e çifteve deri një ditë para dasmës, do më thonë janë të stresum sepse nes dikush i konfirmon që nuk po vjen, njëri ka thonë që vjen, pastaj është bërë radhitja tavolinave, do më thonë deri ditën e fundit ka rasti kur na mirëmi me listat e musafirëve këto ndryshime që i bojnë. Do më thonë shema merret me krejt detajet. Cili ka qenë momenti kur ti e ke kuptu që kjo është rrugë e jetës për ty, që nuk është punë, po është përmbushja ma e madhe për pas darsmës në vitin në shtator të 99-s. Po te e ke pa që ke thonë, okej, që kjo është 100% që ka unë e du me bo gjithë dhe tjetës. Po, ka qenë dasma e parë 2004-ën, kur aty dhe më thonë e kam pa që kjo do jetë profesionit të cilin unë do ta zhvilloj në vazhdim. Dhe ka qenë viti 2004 kur unë kam ndërprej edhe marrëdhënien e punës në ordinancë, ku kam qenë të punu, e cila normal nga njëherë thomë për kraja e familjes lunë rol shumë, sepse po të kisha qenë ndoshta me një familje tjetër pengesa aty në mos me ndërprej punën, se ti po ndërpret një punë që kini pagë të mujore përmujshme dhe ti po merr një biznes për të cilin nuk e di sa kemi pas sukses. Po fatmirësisht e kam pas atë përkraje edhe ja ku jam sot. E kemi komente në YouTube. Është Kennedy, nëse s'gaboj jeton SBA, po Kennedy, nuk e di sakt, thot me 30 maj e ko djali agjes darsmën te shema, edhe prej 5 për organizojnë për me shkuta ajo. Kështu që është jashtëzakonisht mirë me po që për këtë qyteteve vine organizojnë të teshim. Tani e kemi një koment tjetër i cili thot qysh muj mi andru mendjo në grus tem, mos me bo darsëm. Po ty është darsh me vakt me i folë këto sene. Në fakt, po është e vërtet që nuset janë ato që vendosin ma shumë për dasëm, dhe nuset janë ato që i shonë andrat për dasmën e vetë. Edhe kur vinë me bisedu për detajet,
Unë i quj dandur të mençëm, sepse tërhjekën edhe nëse pyet diçka thotë bën çka dush. I ke parasysh sepse e di që nëse ata marrin ai vendim, edhe nuk del mirë mas nej. E dim ç'a ndodh. Pse bashkë. Kështu që unë i quj dandur të mençur. Prej vitit në vit dallojnë kërkesat, dallojnë trendet. Cili trend kur nuk t'ka pëlqyer? Në fakt, unë përmenda fillimin edhe tani, normal nuk më ka pëlqyer përpara kur nuk ka pas organizim të dasmës dhe kur musafirët janë bunu. Shumë keq. Sepse vonesa musafirëve, edhe nëse ti kishe planifikuar një dasëm me fillu, domethënë në 8:30 qenë hyrja e çiftit, deri në orën 9:30 kanë met familjar tu pritet dera dhe çka ka qenë më interesant. Derisa ju në hy brenda sall, nuk ka fillu dasma ende, në momentin që ka fillu muzika, familjarët ende ju në kontu prit, është shu dikush prej musafirëve tjerë e ka nis vallën e parë, gjë që ish dasht prej familjes, kuptan. Dhe po fatmirësisht këto janë rregullu shumë mirë tani dhe besoj që diku 99.9% është më mirë. Është shumë më mirë. Shem qa është më vështirë? A është më vështirë me e fillu një biznes? Apo me mbajt suksesin e një biznesi, do më thonë me qenë në majtë të suksesit vazhdimisht? Unë mendoj që po flasë në fillimet e mia, nuk kam pas lokacion, nuk kam pas ekip që kam tani, nuk i kam pas mjetet materiale që i kam tani, po e kam pas vullnetin. Dhe për çdo biznes, apo çdo grua që do të filloj, me rëndësi e ka vullnetin. Me vullnet arrin të gjitha. Normal, asu nuk e kam ditë që kam me arrit këtu, po kam synu, kam punu dhe çdo rrugë bëhet duke ecë me to. Sa bukur po voli, jetu më inspiru edhe mu, sinqerisht po tregoj. Kur përmendet emri yt në shoqërinë kosovare, pa ta bu qefin, sinqerisht, njerëzit vazhdimisht të thonë që është kjo gru ka arrit me vullnetin shumë të madh, edhe me dashnin shumë të madhe që ka pas për këtë punë, mi përtheku krejt këto eventet, momentet ma të bukra që një person, një qeft mundet mi kalu, edhe nuk është këtu punën vetëm darsma, ju organizoni edhe eventet të ndryshme, unë e di që në hapësirat e juja kom qenë shumë shpesh edhe moderatore, ku kanë organizu njerëz të eventet të ndryshme, gjithë çka shkon e menduar shumë mirë deri në detajin e fundit, kështu që po besoj që pikërisht njerëzve sikur se te na duhet me marr shembull edhe mos më na mungu vullneti kur do na me mbrit diçka. Mendoj që nuk jam vetëm unë, ka shumë gra të suksesshme në Kosovë. Patjetër. Ka shumë. Edhe shpesh herë kam cek kur ti ke një ide shumë të mirë, uroj që pranë te kur ti ta komentojsh me dikant jetë një njeri pozitiv që t'jep shtytje dhe jo një njeri negativ që me njerë mundet me i qitë problemet, tavolimet tonë, po qysh po e mendana, kime po as puna, kime bu këto, kime bu ato. E kam sek edhe ma herët ka pas rast sepse shumica e njerëzve më njohin kur e kemi pas në një qendër tregtare lokacionin e parë dhe kemi punu te dera ka qenë tepër ftoftë. Dhe më tonë mbajnë mend prej atëherë kemi pas një kënd edhe ka pas rast sa më dhimë është shke punu dhe shpesh herë thom jo, nuk jam për më dhimës. Mu më dhimë në gratë të cilat kanë ide shumë të mira, po nuk kanë njerëz që i përkrajnë dhe përkraja fillon prej familjes. Për ato unë e falenderoj vetveten për vullnetin që kam pas dhe që nuk kam ndërzu asnjëherë, po falenderimi më i madh i takon bashortit i cili për çkado që unë kam dash me marr një hap ka qenë mbrapa me, nuk ka qenë 100% edhe ai sigurt për këto që kemi me arrit ka pas ka njerë dhe nga ndoshta ndoj jo mos besim, po ndoshta dyshime, gjë që është shumë normale po. Mirë po prapë thom pa një përkraje është e pamundur me arrit këtu ku jemi. A mundemi me ditë cila është drama më e madhe që e ke përjetuar në një darsëm? Po. Kisha pas qef shumë, unë jom qika që ka qef shumë me di drama. Realisht, po, kam shumë edhe me të drejtën tani që jom pak ma i lirë, jom ka me ndoj, pse po e shprej, jom ka me ndoj me bo një liber, për ngjarjeve të ndasmave të ndryshme, dhe njëna ndër to do ishte kjo, dhe e di që do ishte libri ma i shitun, sepse ne shqiptarë dhe isim për dasma, po dhe për drama. Për drama, që dhe ja po ta tregoj një rast kur ne kishmi qiftin nga Kanada, shqiptarë që të dy, gjithçka shkoj përmes WhatsAppit, bisedave sepse nuk mundenin me ardhë, sala dasma u bajke me një hotel në Prishtinë dhe ishte edhe pjesa e ceremonisë së kurorëzimit që u desh kemu majtë brenda salës. Normal, ata me që jetonin atje nuk ishte zyrtar,
do më thonë u deshke me u gjetë dikush që duket reprezentativ i mirë dhe me lexua tekst, me bo një kurorëzim formal, jo zyrtar. Dhe normal që nuk kisha dikon që e nifja dhe nana e nusë sot po, thot vajza agjës te me njep dikon e kaftu, okej, tash me në telefonit, na gjithë ishmi gati para se mi fillu ceremonia dhe mi hyjt shiftit, dhe më thonë, edhe vjen na unë para derës, dhe më thonë i kësha pas, vjen me farmerka, patika, vjen me një këmish me kocka, kështu dhe më thonë, me një valigje në dorë, edhe unë telefonin në dorë, ai para me, edhe dikur ja bëj kështu me gishit ti, ta po, ta shikuj ki tesha, qa që ta unë e veshjam. Jo, ta man puna desh me hartë. Edhe tash një qka boj, e marr ato dhe ngajmë të recepcionis, me që ishte hotel, i thom, lutem, a ka një kostum spaku dhe i personi që pret e dera, makina, vetëm tjetë me kostum i veshën. Të fatkisht në ora 6 të mbyllët laventeria. Në ndërkohë vjen djali vllaut, që punoj ke me limuzina, edhe ai i veshën me kostum, që kishte sjellë shiftin marrë, kishin bo foto, dhe i thom, të lutem, burak, ja jep rrobat. Po çka ndodh? Personi që kishte me bë kurorëzimin ishte shumë i dot, ky i plot, dhe buraku është detyruar me nejt në banjo derisa ky e ka kryer kurorëzimin dhe ja ka kthy garderobën. Po më rëndësi zgjedhjen e kemi bë. Kështu që ka shumë, Oh my God. Ka shumë gjëra. Shema, du me pa, improvizu. du gjithçysh me lexu qatë libër, gjithçysh me pas pjesë kretë këto histori normal pa përmend emra, pa kur gjo. Unë më ka ndodhur që një 3-4 herë në darsma të miqve të mi, me qenë ajo vajza e cila i kurorëzoi kushtimisht, edhe në një Pse s'kom njoft atëherë me thirr ty, po s'ka lidhje për hera tjera. Edhe në një prej darsmave ishte ish kolegu jon, meki ime, edhe mu më kapën emocionet, të thysha qush ka mundësi për një vjet, u dashuru, u martu, krejt këto, edhe unë i kisha emocione për to në ekstrem shumë. Edhe halo pa e nisë, unë e përshë, a je i sigurt? Tash nusja isha atë. Aj po, Donik, vazhdo. Do me thonë, tash okej, po vazhdo, e mboj men gjithmonë, pse ja kom bu djallit atë fytje? Mirë, po du me ditë, a je person që dojnë dars minimaliste, apo super luksoze? Realisht, tani ne ku veprojmë, kërkesa është bërë t'jenë dasma të luksoze. Dhe për mund Donik nuk ka dasëm të keqe. Nuk ka? Nuk ka dasëm të keqe. Okay. Ka dasma, unë kështu i kategorizoj. Ka dasma nëse ti e shku mësafer dikon, edhe e din kolekt, nëse ti ke kalu shumë mirë në dasëm, kur të vish ti nuk pret këta me të pytë si kalove, po si të vish të keme thonë, wow, jëm komprom dasëm, jëm kna gjithë shka ke perfekt. Dhe nëse ti nuk e kalu mirë, këta kanë me të pytë atë tu, po isha po e mbu bajat këjt njejta. Sakt. Këto janë. Sepse nuk ka të bëj me kostën, po ka të bëj mënyrën që është organizot, mënyrën që është mësafet japin maksimumin, që ajo atmosferë të mbat. Po është energjia shumë. Dhe më sot, po ata kemi një qift kitë rasish, e kam bu para 2 viteve dasmë, një takova në qendër tregtare, edhe po më thonë, o zot sa mirë kemi kalu, hala marrë mi komplimente për njerëzve që kanë qenë të na. Edhe thot, salla shumë e mirë, ushimi shumë i mirë, edhe i tha, dhe gjënë falenderimin kryesor do shmi abu mësafirve ty. Sepse mësafirët e bojnë atmosferën. E ko do ishte nëse salla është e mirë, ushimi mirë, por nëse ti nuk i ki atmosferën për i mësafirve, realisht ata ndoshta kishin thonë, po mirë, ajde sa përket anës ju jemi kanë kënaqur, po kënej nuk. Domethënë, kjo është ajo që i kategorizon dasma. Dasma me ma shumë atmosferë dhe dasma kur s'ka atmosferë normal që harrohet shumë shpejt. I kom do pyetje për ty, për i dëgjuesve, shikuesve në YouTube. Fillimisht është një koment i cili thotë Shema, grua e fortë që ka arrit që tu punu vetë, qysh në fillim dhe vazhdojnë edhe sot respekte për femrat e forta. Faleminderit shumë. 10 Donik Grand Events për gjitha aspektet. Është një dëgjues i joni, i cili thot shoku joni prej Zvicrës, thot pyet zonjën a ka ma pak interes në kohën e fundit për darsmat në restorante. Realisht edhe këtu tash është bo një klasifikim i dasmave. Rrjetet sociale kanë bot vetën dhe nuset, ato që nuk i kanë mundësit me bo një dasëm të mirë, po të rjekën, nuk bojnë fare dasëm. Tek ne, ndoshta pse ne punojmë, çmimet tona janë më të larta, është një shërbim i cilësisë lartë, i cili normal e targeton pjesën e klientëve që materialisht janë mirë, tek ne nuk po vrehet. Mirë po tek shtresa që kanë pas dasma me çmime më të ulta,
ndoshta unë po e marr këto arsye që rrjetet sociale po e bojnë vetë dhe nuset po ndikon nga nuset virale që po bën dhe shumica dojnë domethënë që dhe dasma aty të investohet në to dhe të bëhet një dasëm që ta shohin të tjerë, domethënë çfarë dasme bëni Donika. E kam edhe një pyetje shumë të mirë për ty. Do më thonë, a ke qenë ndonjëherë mësit për ndonjë bashkim të çifteve? I dashuroj pyetjet e dëgjuesve. Ndoshta jo mësit, po pak ndikuese po, dhe është shumë frek. Është rast shumë i prekshëm. Domethënë, është menaxherja që punon me dekor tek unë dhe është një djalë që kem bashkëpunëtor, të cilët i kam pa që si çift kanë një kimi, dhe në bisedë me domethënë kam thonë pse nuk po shiçon me fol sepse jeni qefshë për shtatin edhe ata hiç ma larg me 5 prill e kanë kurorzu fejesën e tyne. U shkriva, do me thonë, sa mirë kështu me dëgju. Po më tregojnë që jena në minutat e fundit, çka kishe pas qef njerëzit me kujtu për shemën pas 10 viteve? Unë mendoj që modestia më ka sjell këtu ku jam. Dhe edhe nëse kam edhe 50 vite jetë tjera, uroj që po. Se besoj se 55 i kom bu. Kur si po si do që tjetë, uroj të mbetëm kjo e njajta. O sa mire këtë tonë. Dhe jam e njajtë për gjithë jam. Në krejt këtë botë të bukurisë edhe detajeve që shema kryon, çka të mungon për vetën? Më ka mungu ma heret, që kjo pjesa më ja kushtu familjes. Përpara kam qenë shumë e ngarkuar dhe domethënë shumë pak kohë kam kalu me familje, me fëmijë. Tani fëmijët janë rrit, tani unë kam kohë për ta, ata nuk kanë kohë për mua sepse janë në studime, po krijojnë jetën e tyre. Këtë çka mungon është ajo periudha që ata janë rrit, duke qenë shumë e ngarkuar, shumë pak jo marr me ta. Fatmirësisht janë të dytë shumë mirë. Nuk i ka mungu për gjë. Prapsi trend e kam pak një pjesë. A është vështirë si një gru e cila ndjek edhe karrierën edhe krijon familje me bo balancë mes këtyre dyave? Unë mendoj këtu i kisha bu një dallim te gratë e suksesshme. Unë mendoj që suksesi nuk është veç biznesi. Suksesi mbi gjitha është familja. Dhe për mua sukses është unë kam më 30 vite martes dhe kam burin, kam djalin, kam vajzën, jo me përmbushën sa i përket kësaj pjese. Bizneset kanë luhatit të veta, kanë ramje, kanë ngritje, mendoj qysh përkushtohesh, ashtu edhe e ke punën, po mbi të gjitha ato çka ju kisha sugjeru grave të cilat kanë ide për një nisje të biznesit, le ta ndëgjojnë vetë vetën. Edhe nga njerë kur kanë pengesa, sepse nëse ato kanë vetë besim në vetë vete, do t'i japin në personit që e kanë në krah një pjesë të besimit të saj me besu edhe ai që mundet ka me arrit. E fundit fare, kush është personi që shema e falenderon për këtë rrugtem? Unë i falenderova deri tash, po normal është bashorti dhe pas bashortit është vetja ime që nuk jam dorëzu kurrë. A ki shoqe që gjithmonë ka përkro edhe që ka qenë në ditë mira dhe të këqija për ty? Po, kam shoqe, kam pas edhe motrën të ndjerën, e cila vdekja e saj më pat luhat shumë, para 4 viteve. Bjem shumë keqem. Po, e kam edhe shoqen e cila më përkra edhe është vazhdimisht pranë meje. Unë ty të falenderoj që kjo ardhë sot edhe ke gjetë kohë me qenë pjesë e Drive on Dis. Për pos informacioneve të shumë ta kemi nevojë për njerëz, për gratë të cilët na inspirojnë edhe na tregojnë që pavarësisht që nëse rruga është e vështirë, janë njerëzit për rreth të cilët na ndihmojnë me të kalu krejt këto sfida. E te je një gru shambull, edhe po e shoh prej komenteve të cilat nuk po ndalen tu fol për ty, kështu që faleminderit shumë. Edhe uroj që sa më shpejt kena mu po në lokacionin tënd për Darsmën e Canës. Faleminderit shumë.